Uji dhe kripa qelës i misterit të pasurisë së fshehur. Të dashur miq, mirë se vini në këtë hapësirë të shenjtë të transformimit të brendshëm. Sot do të zhytemi thellë në një ritual të fuqishëm shpirtëror dhe psikologjik, i frymëzuar drejt për drejt nga studimet e thella të psikiatrit të madh Carl Gustav Jung mbi simbolizmin, nënditjen kolektive dhe arkitekturat e psikes njerëzore. Ky ritual nuk është thjesht një larje duarsh, është një akt i fuqishëm alkimik që synon të pastrojë energjinë negative të grumbulluar dhe të hapë dyert për bollëkun, pasurinë dhe prosperitetin në jetën tuaj. Le të fillojmë udhëtimin ton me qetësi dhe besim të plotë. 1. Filozofia pas ritualit. Duart tona janë mjeti më i rëndësishëm me të cilin ne prekim realitetin fizik çdo ditë. Me to punojmë, me to marrim para, me to përkëdhelim të dashurit tanë, me to krijojmë, me to shprehim dashuri dhe me to ndërtojmë jetën tonë. Por gjatë orëve të gjata të ditës, këto duar nuk thithin vetëm pa pastërti fizike si pluhur, tokë apo mbeturina. Ato thithin edhe mbeturina psikike, energji negative, stres, ankth, frikë, dyshime, zemërim, xhelozi dhe të gjitha ato emocione të rënda që ne i mbledhim pa e kuptuar. Sipas parimeve jungiane, nënditja jonë regjistron çdo gjë. Çdo kontakt që bëjmë me botën e jashtme lë një gjurmë në psiken tonë. Kur duart tona mbushen me këto energji të dendura, ato krijojnë një blokadë të padukshme. Kjo blokadë vepron si një mur që pengon rrjedhën natyrale të prosperitetit, mundësive dhe bollkut të hyjnë në jetën tonë. Imagjinoni duart tuaja si porta hyrëse të energjisë suaj financiare dhe shpirtërore. Nëse porta është e bllokuar me mbeturina të vjetra, asgjë e re dhe e pastër nuk mund të hyjë. Ky ritual është pikërisht procesi i pastrimit të thellë të këtyre portave, duke i rikthyer ato në gjendjen e tyre origjinale të pastër, të hapur dhe magnetike për të tërhequr pasuri në të gjitha format, para, mundësi, ide, njerëz të duhur dhe sinkronizime të mrekullueshme. 2. Pse kripa dhe uji? Kripa është një nga mineralet më të lashta dhe më të respektuara në historinë njerëzore. Në traditat e lashta, kripa është konsideruar si një substancë e shenjtë që ka aftësinë të përthithë, neutralizojë dhe transformojë frekuencat negative. Ajo vepron si një magnet i fuqishëm për energjitë e rënda, të dendura dhe të ngarkuara emocionalisht. Çdo kokër kripe është si një ushtar i vogël që kap dhe shpërndan errësirën që ne mbartim. Uji, nga ana tjetër, është përcjellësi suprem i energjisë në univers. Shkencëtarët kanë treguar se uji ka kujtesë, ai ruan informacionin dhe energjinë me të cilën bie në kontakt. Kur e kombinojmë ujin me kripën, krijojmë një zgjidhje alkimike të fuqishme që punon si një pastrues i thellë si në nivel fizik, ashtu edhe në nivel energjetik dhe psikologjik. Kjo kombinim është një nga më të lashtat dhe më të provuarat në traditat shpirtërore të botës. 3. Hapat e ritualit. Koha dhe vendi i kryerjes. Rekomandohet fuqimisht që rituali të bëhet në agim, kur dielli po lind. Lindja e diellit simbolizon rilindjen, fillimin e ri dhe dritën që shpërndan errësirën. Nëse nuk mundeni në agim, zgjidhni çdo moment tjetër të qetësisë totale, ku mund të jeni plotësisht i pranishëm me veten. Mjetet e nevojshme. Një enë prej qelçi ose qeramike, kur plastike, sepse plastika nuk përçon energji në mënyrë të pastër. Uji i vakët. 3 lugë krip e trash, krip deti ose krip Himalaje është ideale. Vendosja e qëllimit, intencioni. Para se të filloni, mbyllni sytë për disa momente. Merrni frymë thellë 3 herë. Formuloni qëllimin tuaj në mënyrë shumë specifike dhe pozitive. Mos thoni thjesht dua para. Thoni diçka si: pastroj duart e mia nga çdo blokadë e vjetër për të tërhequr mundësitë e bollshme që do të më lejojnë të shlyej të gjitha borxhet e mia, të jetoj në paqe financiare dhe të ndiej siguri të plot materiale. Unë jam i hapur për të marrë bollëk në të gjitha format. Veprimi kryesor. 1. Merrni kripën në dorën tuaj. Mbajeni afër zemrës. Mbyllni sytë dhe imagjinoni me fuqi se çdo kokër kripe po shndërrohet në dritë të artë të pastër.
Ndjeni vibracionin e saj. Flisni me kripën, ti je pastruesi im i fuqishëm. Ti je magneti që tërheq dritën dhe largon errësirën. 2. Hidhni kripën në ujë duke thënë me zë të lartë qëllimin tuaj. Pastaj trazojeni ujin me dorën tuaj dominante në drejtim orar, në drejtim të diellit. Trazoni ngadalë me ndërgjegje duke imagjinuar se po aktivizoni fuqinë alkimike të përzierjes. 3. Zhytni të dyja duart në ujë për të paktën 3 minuta. Fërkojini me kujdes pëllëmbët, gishtat, hapësirat midis gishtave, kyçet e dorës. Ndërsa fërkoni, imagjinoni se çdo grimcë negative po shkrihet dhe po lirohet në ujë. Përsëritni pohime pozitive me zë të lartë, për shembull: unë liroj çdo frikë nga mungesa. Unë jam i denjë për bollëk të madh. Pasuria arrihet tek unë lehtë dhe natyrshëm. Duart e mia janë porta të hapura për prosperitet. 4. Mbyllja e ritualit. Shpëlani duart me ujë të pastër. Lëreni ujin e ritualit të pikojë natyrshëm mbi en. Thajini duart me një peshqir të pastër, preferohet të bardhë. Ndërsa i thaheni, imagjinoni një shkëlqim të artë të bukur që mbulon të gjithë lëkurën e duarve tuaja, një aurë e re e pasurisë dhe mbrojtjes. 4. Hedhja e ujit të përdorur. Uji i përdorur është tani i ngarkuar me të gjitha energjitë negative që ju liroi. Mos e ripërdorni kurrë. Dërgojeni jashtë në tokë, në një bim ose në natyrë, duke imagjinuar se toka e nënës po e transformon këtë energji në diçka pozitive. Nëse nuk keni mundësi, derdhni në lavaman duke thënë: ti merr me vete çdo bllokadë, çdo frikë, çdo mungesë. Unë jam i lirë. 5. Këshilla të avancuara. Shtoni disa gjethe të freskëta menteje në ujë për të rritur qartësinë mendore, sidomos kur merrni vendime financiare. Bëjeni ritualin gjatë fazës së hënës në rritje për fuqi maksimale të manifestimit. Frekuenca ideale, 2 herë në javë, të hënën në mëngjes për të nisur javën me energji të pastër dhe të premten pasdite për të mbyllur ciklin me mirënjohje. Mbani një ditar falënderimi, çdo mbrëmje shkruani të paktën 3 gjëra të vogla financiare për të cilat jeni mirënjohës. Kjo forcon rrjedhën e bollkut. Mesazhi final. Miq të dashur, magjia e vërtetë nuk qëndron te kripa apo te uji. Magjia e vërtetë qëndron te besimi juaj i fortë, te qëllimi juaj i pastër dhe te guximi për të vepruar kur jeta ju ofron mundësi të reja. Carl Jung na mësoi se ndryshimi i vërtet fillon nga brenda, nga integrimi në ndjes me ndërgjegjen. Praktikoni këtë ritual me zemër të hapur dhe do të shihni si jeta juaj fillon të transformohet në mënyra magjike. Ju jeni krijuesi i realitetit tuaj. Ju meritoni bollë. Ju jeni tashmë i bollshëm. Faleminderit që ishit këtu. Nëse ky ritual ju preku, mos harroni të pëlqeni, të komentoni përvojën tuaj dhe të ndani me njerëzit që doni. Takohemi në video në tjetër për më shumë rituale transformuese. Qoftë drita dhe bollëku me ju gjithmonë.